unë e thash që çdo ditë punës tënde mirësh me probleme tilla dhe jo vetëm. Problemet ortopedike janë të mëdha dhe të shpeshta, ndoshta shpesh duken të vogla, por mund të jenë të seriozitetit të lartë, por po ndalemi bashkë tek aktivitetet sportive dhe lëndimet sportive. Janë nga më të lehta deri tek ato që mund ta ndalin aktivitetin sportiv. Dhe aktivitetin sportiv. Po, lëndimet sportive janë lëndimet që kohën moderne, janë lëndimet më të shpeshta që na ndodhin. Tu e pas edhe parasysh se gjenerata e jonë është gjenerata e re, e kemi shumë të ri dhe insistimi prindve që fëmijët mu marrë shumë me sport, edukimi i vazhdueshëm ka fillu na ka pru me një situatë pak më ndryshe. Tash kemi lëndime sportive shumë më shumë, prej atyre prej thjeshtave deri te ato më të komplikuara që kanë nevojë edhe për trajtmane operative. Lëndimet sportive janë prej më të thjeshtave deri te ato që kemi më të komplikuara, varësisht edhe prej llojit të sportit që e ushtrojnë. Cili sport krijon më shumë lëndime? Futbolli? Për shkak se numri më i madh i fëmijëve dhe të rive merren me futboll, atëherë lëndimet e futbollit i kemi më të shpeshta, qoftë që nga ndrydhja, dëmtimi i indeve të buta, dëmtimet muskulare, tërheqjet muskulare, deri te dëmtimet që janë më komplikuar që është kputja e ligamentit, dëmtimet e meniskuseve, frakturat të cilat mundën më ndodh, mandej dislokimet e nyjeve apo luksacionet e nyjeve, cilat mund të jenë janë të shpeshta kohët e fundit.